A duhet ta vendosim pemën për Krishtlindje? Shikoj pak të. Pema e Krishtlindjes, çfarë simbolizon dhe a po bëjmë mirë me vendosjen e saj në këtë periudhë? Unë nuk e quaj pemë Krishtlindje këtë. Çfarë e quan? Nuk e quaj këtë, e quaj një idhull pagan, sepse njerëzit në shekuj kanë adhuruar pemët. Disa më kanë shkruar edhe në mesazhe. Shikoj edhe pak të mesazhin këtu thotë pema është pagane. Përgjigjja ime është në fakt që jo vetëm pemën e kam pagane, por edhe frigoriferin e kam pagan. Bile sa divanat janë pagan në ekstrem. Nuk po flas këtu për raftet e për orendit e tjera, por përveç shakave në fakt, le ta sqarojmë këtë me qetësi. Së pari, ungjit nuk na urdhërojnë ta festojmë këtë ditë, por na tregojnë qartë se linja e Jezusit është një ngjarje që ja vlen të festohet nga gjithë bota. Vetë ëngjëlli lajmëroi, po ju lajmëroi një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar që është Krishti, Zoti. Së dyti, shumë festat e vjetra janë përdorur dhe janë transformuar me kalimin e kohës nga të krishterët. Por të krishterët e hershëm nuk e adhuruan simbolet pagane. Ata i dhanë një kuptim të ri festës. Perëndia erdhi pranë nesh. Prandaj, pyetja kryesore nuk është a e vendos pemën apo jo, as a është 25 apo është një datë tjetër. Pyetja është, çfarë po festoj unë sot? Apo festoj vetëm dhuratat, dekorimet dhe konsumerizmin, apo po kujtoj lajmin e mirë që Perëndia mori trup njerëzor për ta sjellë shpëtimin. Ti e bën këtë ditë të pastër ose të zbrazët me qëndrimin tonë. Nëse Krishtlindja të ndihmon të mendosh për Jezusin, për mëshirën, për hirin e tij, atëherë po, është një festë e mirë për zemrën tënde. Çfarë mendon ti? Çfarë kuptimit ka Krishtlindja për ty? Është vetëm koha e dhuratave dhe e festës apo një mundësi për të menduar për Jezusin që erdhi në botë? Më shkruaj më poshtë, Zoti bekoft. Nëse kjo video të foli, bëj follow. Ndoshta Zoti do të thotë diçka përmes këtyre videove të shkurtra.